Rreth 50 persona nga Gjilani, Kamenica, Raniluku, Parteshi e Vitia vazhdojnë të jenë të zhdukur që nga lufta e fundit. Para publikut në Gjilan është faqur dokumentari Shpalosja së vërtetës i realizuar nga Bern Kosova, i cili trajton historitë e personave të zhdukur gjatë luftës në Kosovë dhe përpjekjet shumëvjeçare të familjarëve për të gjetur të vërtetën për fatin e më të dashurve të tyre. Gjithë ne ishim të impresionuar, ishim të shqetësuar, domethënë nga karshi gjithë atyre bisedave që unë dëgjoj nga ona familjarëve, po nga ona edhe prezantimi i filmit ndikoi jashtëzakonisht shumë për të na rikujtuar edhe një herë gjithë ato tmerre, ato krime makabre që ka bërë Serbia ndaj qytetarëve tonë. Për arsye se të vras dikon, domethënë është një krim ndër njerëzimit mirë, po ti zhdukësh edhe Kosova, kjo nuk kupton që domethënë është një krim makabër, i vazhdueshëm, i përhershëm, që ngjall strese, dhimbje të domethënë ton kohën edhe tek familjarët, por edhe tek kryeqytetarët e Republikës Kosovës. Dokumentari është realizuar pas më shumë se 200 orësh intervista me familjarë të viktimave, dëshmitar dhe persona të përfshirë në procesin e kërkimit të pagjeturve. Dokumentari trajton krimet i kryera gjatë luftës, ku të vrarët në masakra kolektive u transportuan në Serbi me qëllim fshehjen e gjurmëve të krimit. Ky dokumentar ishte mjaft informues rreth fatit të pagjeturve, një temë shumë e ndjeshme për shoqërinë tonë. Edhe ne si student, po edhe ne si ardhmja e vendit, besoj që duhet edhe shumë e rëndësishme me pas qartë të kaluamën e vendit tonë, edhe me diskutu rreth këtyre temave edhe mos me i harru të kaluamën edhe mos me harru përgjegjësitë që kemi ndaj familjarëve të këtyre personave. Edhe 27 vjet pas përfundimit të luftës, familjarët vazhdojnë të kërkojnë drejtësi dhe informacion për më të dashurit e tyre, ndërsa çështja e personave të zhdukur mbetet një nga plagët më të pambyllura të shoqërisë kosovare. Shfaqja në Gjilan është pjesë e një serie prej 8 dokumentarësh që Bern Kosova ka nisur t'i promovojë në 8 rajone të Kosovës, me synim për të dokumentuar historitë e personave të zhdukur dhe për të krijuar hapësirë për debat publik e institucional mbi këtë çështje, që vazhdon të mbetet e hapur edhe pas më shumë se 2 dekadash nga përfundimi i luftës.